Ndonë se kanë ardhur në ulje vdekjet nga aksidentet rrugore në Shqipëri mbeten ndër më të lartat në Europë sipas Instat. Në vitin 2022, 164 persona humbën jetën nga aksidentet me makinë ose 59 persona për 1 milion banor. Kjo shifër është më e lartë se sa mesatarja e Bashkimit Evropian prej 46 viktimash për 1 milion banor, sipas të dhënave të publikuara nga Eurostat. Në total, Shqipëria renditet e gjashta pas Rumanisë që mban rekordin me 86 vdekje për 1 milion banor, Bullgarisë 78, Kroacisë 71 dhe Portugalisë 60. Nuk ka të dhëna të fundit për vendet e rajonit, por statistikat e mëparshme referojnë se numri i tyre është më i ulët se në Shqipëri. Megjithatë, një zhvillim pozitiv është se numri i viktimave nga aksidentet rrugore në Shqipëri ka ardhur në rënje të ndjeshme vitet e fundit. Në vitin 2022 u shënuan 164 humbje jete, që është shifra më e ulët e regjistruar ndonjëherë që nga viti 2000 ku raportohen të dhënat. Në krahasim me vitin 2007, ku u shënua rekordi viktimave, jetët e humbura janë përgjysmuar në 2022. Sipas Instat, rreth 70-80% e aksidenteve shkaktohen nga drejtuesit e mjeteve. Grup moshat e reja 25-34 vjeç janë në përgjithësi më të pakujdesshmit.